Përshëndetje të ndëruar shikues të ATV-s, mirë se vini në edicionin informativ të orës 11. Kandidati i republikanëve për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është para kandidates së demokratëve Kamala Harris, bazuar në pasqyrimet e rezultatit të votave të numëruara deri tash. Kandidati që arrin në 270 vota elektorale i fiton zgjedhjet presidenciale. Numërimi është duke vazhduar, ndërkohë kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka folur para mbështetësve të tij në Palm Beach, Florida, derisa atij i duhen edhe 3 vota elektorale për t'u zgjedhur president. Ai ka dalë para turmes bashkë me stafin dhe kandidatin republikan për zëvendës president. Ai e ka përshkruar si fitore politike dhe ka falendruar mbështetësit që kanë votuar për presidentin në 47 të SBA-s. Ne do të ndihmojmë vendin ton të shërohet. Do të luftoj për familjet tuaja, për të ardhmen, çdo ditë do të luftoj me çdo frymën timen, ka thënë ai duke shtuar se partia e tij ka bërë historinë. Trump ka thënë me tej se kjo do të jetë epoka e artë për Amerikën. Especially because you're going to be president again.